Të nderuar besimtarë, ne falenderojmë Allahun e lartësuar që na bëri të mundur të konkretizojmë një prej shtyllave të Islamit, agjerimin e muajit Ramazanit. Dhe arritja e muajit Ramazanit dhe agjerimi i tij është nga mirësitë e mëdha që Allahu i lartësuar i jep muslimanit, që i jep besimtarit për të pastruar veten e tij nga gjunahet dhe për të përmirësuar vetveten në të gjitha aspektet. Por është shumë e rëndësishme, nderuar besimtar, që mbas Ramazanit ne të kemi një stabilitet, të kemi një istiqame, një përqendrim në punët e mira, në punët që Allahu i lartësuar i do dhe kënaqet me to. Nuk i shkon besimtarit që mbas Ramazanit të lërë të gjitha punët e mira që kryente, të kthehet përsëri në ndoshta në neglizhencën që ka pasur para Ramazanit, sepse Zoti i Ramazanit është edhe Zoti i muajve të tjerë. Allahu i lartësuar urdhëron në librin e tij dhe thot: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin", adhuroje Zotin tënd derisa ty të vi vdekja. Dhe këtë fjalë Allahu i lartësuar ja drejton profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ndërmjet tij neve. Adhuroje Zotin tënd derisa të vi e vërteta para vdekja. Të nderuar besimtar, mbaroi Ramazani, ky muaj i begat, dhe shkuan netët e tij, shkuan ditët e tij, shkuan të gjitha ato sekuenca prej tij shumë të bukura, të cilat do të shoqërojnë memorien tonë, do të mbesin memorien tonë për gjatë vitit. Dhe ai natyrisht që ka lënë gjurmët e veta, të cilat ne i kujtojmë shpesh dhe shpesh ne e presim Ramazanin vetëm e vetëm për këto çaste të bukura prej adhurimit që kemi kaluar në këtë muaj. E ne tani në fakt nuk e dim se kush është ai që fitoi. Në fund të këtij muaji ka njerëz cilët kanë fituar, janë shpërblyer shumë. Ka njerëz të cilët janë amnistuar nga dënimi i Zotit, nga zjarri i xhehenemit. Ka njerëz që janë falur gjunahet e tyre. Ashtu si kundër ka dhe njerëz të cilët janë privuar nga mirësitë, të cilët nuk kanë marrë nga agjerimi i tyre veçse urinë dhe etjen, veçse mundimin, por nuk kanë marrë më shumë shpërblim. Prandaj Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu thoshte: "Sikur ta dinim se kush ka fituar që ta përgëzojmë dhe kush është privuar që ta ngushëllojmë." Kush është privuar që ta ngushëllojmë. Prandaj, të nderuar besimtar, fitoria e vërtet është që në këtë muaj adhurimet të jenë pranuar. E Allahu i lartësuar thot: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Kushdo i cili ka shpëtuar prej xhehenemit, prej zjarrit, dhe ka hyrë në xhenet, i tilli me të vërtet ka fituar. Lutim Allahun na bëj nga ata që shpëtojnë prej zjarrit dhe fitojnë me xhenet. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, sepse nuk është jeta e kësaj bote, thot Allahu i lartësuar, veçse një përjetim mashtrues. Veçse një përjetim mashtrues. Nga mirësitë më të mëdha që Allahu i lartësuar i jep një besimtari, është që t'i jap atij përqendrim, t'i jap stabilitet në veprat e tij, në adhurimet e tij, në përmirësimin e tij, t'i jap stabilitet dhe të mos ketë luhatje të mëdha dhe të dukshme. Ne jemi njerëz, do të kemi edhe luhatje, por luhatjet tona të mbeten brenda kontureve dhe brenda kufive të Zotit. Mos jenë luhatje drastike, të cilat na bëjnë që të kthehemi përmbys dhe të harrojmë gjithçka që punuam dhe bëm gjatë këtij viti. Allahu i lartësuar urdhëron në librin e tij dhe thot: "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Thot: "Qëndroni stabil, përqëndrohuni siç jeni urdhëruar, siç e urdhëruar ti profet dhe ata të cilët të ndjekin ty, dhe mos i kaloni kufin, sepse Allahu e di mirë atë që ju veproni." Allahu e di mirë atë që ju veproni. Allahu i lartësuar na dhën stabilitet. Allahu i lartësuar tregon se çfarë mirësie kanë njerëzit të cilët janë të përqendruar në adhurimin e tyre, janë të përhershëm në adhurimin e tyre, janë stabil në besimin e tyre, në gjendjen e tyre shpirtërore, nuk kanë luhatje të cilat i bëjnë të devijojnë. Allahu i lartësuar i përgëzon dhe thot:
Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. S'ka dyshim se ata të cilët thanë e besojmë Allahun, ai është Zoti ynë. Ata të cilët thanë Zoti ynë është Allahu. Dhe pastaj që janë të përqendruar në këtë, të paluhatshëm në këtë. Këta nuk do të kenë frikë për çfarë i pret përpara. Dhe as nuk do të pikëllohen për çfarë do të lënë mbrapa. Dhe flitet në çastin që secili prej tyre niset për ahiret. Kur Allahu i lartësuar ja merr shpirtin edhe njeriu vdes. Allahu i lartësuar çfarë thot për këta njerëz, të cilët kanë pas stabilitet, qëndrueshmëri, kanë qenë paluhatshëm. Thot nuk do të kenë frikë për çfarë i pret, sepse njeriu ka frikë nga ajo që e pret mbas vdekjes. Çfarë do t'i ndodhë? Dhe nuk do të pikëllohen. Pikëllimi njeriu e ka për ata që ka lënë mbas, çfarë do të bëhet me ta. E Allahu i lartësuar këta i siguron njerëzit që kanë stabilitet, që janë të përhershëm në adhurim. As do të friksohen për çfarë i pret dhe as nuk do të pikëllohen për çfarë lënë mbrapa. Thot Allahu i lartësuar, të tillët janë banorët e xhenetit, përjetësisht do të jenë në të si shpërblim për atë që punuan. Si shpërblim për atë që kanë punuar. Thot njëri prej sahabëve, Sufjan ibn Abdullah al-Thaqafi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thash o i dërguari i Allahut, më thuaj në Islam një porosi që nuk do të kem nevojë të pyes dikë tjetër. Ta zbatoj këtë porosi tënden dhe të mos kem nevojë të pyes dikë tjetër. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Deklaroje se kam besuar në Allahun, pastaj thot përqendrohu në këtë. Ji paluhatshëm në këtë gjë, në këtë rrugë. Pra, ji stabil në adhurimet e tua dhe jo i luhatshëm në mënyrë që një herë të falesh e një herë ta lësh, një herë të adhurosh Zotin, një herë ta lësh, por gjithmonë të jesh besimtar i mirë dhe gjithmonë të jesh në ngritje. Prandaj lumë për ata të cilët përqendrohen dhe kanë stabilitet në fenë e Zotit dhe kapen për sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, lumë për ata të cilët përpiqen për namaz, për agjerim, për sadaka, lumë për ata të cilët i mbushin kohët e tyre për çastet e jetës së tyre me larmishmëri adhurimesh, me punë të mira, të ndryshme, sepse kjo është mirësia e Islamit, nuk kemi urdhëruar vetëm për një adhurim, por adhurimi është i larmishëm, njeriu bën atë ku i fle më shumë zemra e tij dhe e ka me dëshirë më shumë. Dikush e ka dëshirën tek namazi, dikush e ka agjerimi, dikush te sadakaja, dikush te dhikri, dikush te leximi, dikush te thirrja e njerëzve në fe, dikush tek sjellja e mirë me njerëzit, zgjidhja e halleve problemeve të tyre. Pra rrugët e mirësisë janë të shumta, prandaj nëse njeriu e mbush kohën e tij me punë të mira, atëherë kjo është një mirësi dhe lumë për të. E sidomos në kohët e trazirave, në kohët ku njerëzit qëndrojnë larg fesë, në kohët ku njerëzit shturen, shkojnë pas degenerimit, adhurimi dhe përqendrimi dhe stabiliteti në këto kohë ka vlerë të veçantë. Ka vlerë të veçantë, sidomos kur e dim që do të vinë kohë shumë të vështira për njerëzit, ku njeriu do të gdhihet besimtar dhe për shkak të sprovave të forta do të ngryset jo besimtar. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nxitoni për punë të mira. Bëni punë të mira në mënyrë që të bëjnë natyrë juaj, para se të vijë një kohë që sprovat do të jenë si pjesët e natës të zeza. Pra do të përballesh me to pa e kuptuar. Përballesh me to dhe bie në to me një herë, sepse janë të padukshme, janë të paqarta. Sprovat, belat, nga thresat vinë të tilla. Gdhihet njeriu në këtë kohë thot besimtar dhe ngryset jo besimtar. Apo ngryset besimtar thot dhe gdhihet jo besimtar. E shet thot fenë e tij për një nder të pakët dynjaje, për një përfitim të vogël dynjaje. E shet njeriu fenë, Allahu na ruaj nga kjo. Besimin e tij e mohon vetëm e vetëm për një përfitim dynjaje. Dhe kjo është kohë e vështirë për ta mbajtur fenë. Nuk është aq e lehtë. Prandaj të nxitojmë për punë të mira që Allahu i lartësuar na jap stabilitet.
Natyrisht që njeriu me gjithë aftësitë e tij nuk mundet që ta mbajë fen dhe të ketë stabilitet pa ndihmën e Allahut. Është mëshira e Zotit, është mirësia e tij që të jep stabilitet dhe qëndrueshmëri në fe dhe të mos kesh luhatje. Dhe një nga mënyrat më të mira për të pasur stabilitet është që t'i lutesh Zotit. Lutja, duaja, është ajo që bën Zoti me të mrekulli, të përqendron në fe. Ti lutesh Allahut lartësuar sa më shumë që të ndihmojë në gjithçka që është e mbarë, e mirë, e bereqetshme për ty dhe e dobishme, për ty dhe për familjen tënde dhe për shoqërinë. E Allahu i lartësuar e vlerëson njeriu që lutet, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka gjë më fisnike tek Zoti se sa duaja. Më fisnike, më vlerë, më të çmuar te Zoti se sa duaja. Sepse njeriu i cili lutet është përputhur veprimi i tij me natyrën. Ne jemi në natyrë të dobët, wa khuliqal insanu dha'ifa. Njeriu është krijuar i dobët, thot Allahu i lartësuar. I dobët dhe thot ja ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. O ju njerëz, ju jeni nevojtar për Zotin tuaj. Dhe kur njeriu i ngret duart dhe thot o Zot, kam nevojë për ty, Allahu i lartësuar e vlerëson këtë gjë sepse njeriu ka bërë atë që ka natyrë. Ndryshe nga njeriu i cili nuk lutet, tregohet arrogant, mendon se vetë do t'ja dalë. Kush nuk i lutet Zotit, Zoti zemërohet me të. Allahu i lartësuar është bujar. Kur i lutesh, kënaqet, të jep. Ndryshe nga njerëzit, që kur u lutesh, të urrejnë, të largohen, s'të japin. Prandaj Allahu i lartësuar është Zot dhe është bujar subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu nderuar besimtar, durimi, përmbajtja, është një nga shkaqet që jep stabilitet dhe mos luhatje njeriu. Të duroj njeriu, do të sprovohet në përditshmërinë e tij, do të sprovohet në zbatimin e adhurimeve, do të sprovohet shpesh në punën që ka me fitimin e haramit, do të sprovohet ai që është në një punë në shtet me korrupsionin. Do sprovojmë në mënyrë ndryshme, por nëse njeriu duron për hir të Zotit dhe nuk i shkel kufijtë e Zotit, kjo është shkak që njeriu të qëndrojë në istifam. A ka vështirësi adhurimi? Ka vështirësi adhurimi. A ka vështirësi halali? Ka vështirësi halali. A ka vështirësi largimi nga haramet, nga veset, të cilat i don nefsi njeriu, shpirti njeriu, i cili e nxit gjithmonë për haram. Inna an-nafsa la'amaratun bisu', thot Allahu. S'ka dyshim se egoja, shpirti, gjithmonë të urdhëron për çfarë është e keqe dhe negative. A ka nevojë për durim? Ka nevojë për durim, por durimi forcohet duke u kalitur. Kalitet durim. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kushdo i cili do ta ruajë nderin e tij, pra përpiqet për të ruajtur nderin e tij, Zoti thot e ruan nderin e tij. Pra e bën që ta ruajë nderin, e nderon Zoti atë njeri. Thot dhe kushdo i cili përpiqet për durim, Allahu i jep durim. Duhet përpjekje nga robi, Allahu i lartësuar ndihmon njeriu. Dhe gjithashtu thot, kushdo i cili tregohet i pasur në shpirtin e tij, dhe nëse është nevojtar, Allahu do të pasuron me të vërtetë. Allahu e pasuron me të vërtetë. Thot dhe nuk i jepet dikujt mirësi më e mirë dhe më e gjerë se sa durimi. Allahu i lartësuar na dhuroft durim në kryen e adhurimeve, në largimin nga haramet dhe gjithashtu durim në fatkeqësitë që na bien nga Zoti. Prandaj Allahu i lartësuar urdhëron dhe thot për të pasur në durim. Dhe të mos shkojmë pas hapave të shejtanit, thot ja ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. Wa man yattabi' khutuwati shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Thot o ju të cilët keni besuar, mos pasoni ju hapat e shejtanit. Mos shkoni mbas gjurmëve të shejtanit, hapave të shejtanit. Se kush i pason hapat e shejtanit, ta di se ai urdhëron për ndytësi dhe për çfarë është e shëmtuar. Kështu njeriu ja lehtëson vetes, nuk duron për hir të Zotit dhe shkon pastaj mbas epsheve apo thirrjes që i bën shejtani dhe epshi i vet dhe humbet pastaj në fund. Lutim Zotin e gjithësisë që ne të jap stabilitet në adhurime, ne jap stabilitet në anën shpirtërore, stabilitet në imanin tonë. Jemi gjithmonë të qëndrueshëm dhe të takojmë Allahun e lartësuar si besimtar
me shpresën se Allah i lartësuar do të na falë për neglizhencat tona. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tamu taslim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar besimtar, ata të cilët janë të përqendruar në besim, në mirësi, në vlera, Allahu i lartësuar i përgëzon me xhenet. Shpërblimi për ta do të jetë xheneti. Pra, shpërblimi i përjetshëm për ta do të jenë kopshtet e begata të xhenetit, që Allahu i lartësuar i ka përgatitur për besimtarët. Dhe gjithashtu do t'i mbrojë, do t'u jep siguri atyre nga zjarri, pra nga dënimi i Zotit. Thot Allahu i lartësuar: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Thot, s'ka dyshim se ata të cilët thanë, deklaruan, Zoti ynë është Allahu, pastaj u përqendruan dhe qëndruan stabil në këtë, pa luhatje. Këtyre do të zbresin me lajket në çastet e vdekjes dhe do t'i përgëzojnë, e do të thonë, nuk ka frikë për ju për çfarë ju pret. Dhe as mos keni merak për çfarë keni lënë mbrapa. Dhe ne ju përgëzojmë me xhenete të cilat ju premtoheshin juve. Ne kemi qenë miq tuaj në jetën e dynjas, dhe ne jemi miq tuaj edhe në botën tjetër. Dhe në xhenet ju do të keni gjithçka që ua ka ëndar, gjithçka që dëshironi, dhe gjithçka që ju pretendoni, pra doni ta keni. Ky është shpërblimi i Zotit për ata të cilët qëndrojnë stabil në adhurimin e tyre, që natyrisht është mirësia e Zotit, të t'jap fuqinë që të vazhdosh të jesh vazhdueshëm në adhurime dhe në mirësi, por Allah i lartësuar është bujar dhe lutim atë na jap stabilitet. Ajo që ndihmon njeriu, të nderuar besimtar, që të jetë i qëndrueshëm, është ndjenja e mbikëqyrjes së Zotit. Njeriu të kujtojë në veten e tij se Zoti e mbikëqyr në çdo çast, dhe se llogarinë e ka me Allahun. Nuk e ka me hoxhën e xhamis, nuk e ka me besimtarët që ta bëjnë një adhurim për sy e faqe të tyre, llogarinë e ka me Zotin. Dhe njeriu duhet t'i interesojë se si është tek Zoti i tij dhe si Zoti po e shikon. Ai e mbikëqyr, ai e llogarit në përditshmërinë e tij, a është njeriu korrekt apo jo. Prandaj ndjenja e mbikëqyrjes së Zotit duhet jetë gjithmonë ta shoqëroj besimtarin kur është vetëm dhe kur është me njerëz, në brendinë e tij dhe në çfarë ai shfaq. Prandaj, të nderuar besimtar, ai i cili ka ndjenjen e mbikëqyrjes së Zotit kur është vetëm dhe adhuron Allahun kur është vetëm, shpresohet për të që Zoti do t'i japë stabilitet atij. Lutim Allah na ruaj nga gjunahet të cilat të nxjerrin nga stabiliteti dhe qëndrueshmëria në fe. Sahabët e adhurojnë Allahun në çdo kohë, në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Natyrisht Ramazani i gëzonte. Dhe siç është transmetuar për ta, e prisnin ata me padurim, me shpresë, dhe 6 muaj thot para se të vinte Ramazani, i luteshin Allahut po bënte të mund të arrinin. Dhe 6 muaj pasi largohej thot, pra gjatë gjithë vitit ishin me ndjenjën e Ramazanit, i luteshin Allahut po pranonte atë që kishte kaluar. Sepse e dinin se Allahu i lartësuar pranon vetëm nga të devotshmit. Sepse Allahu i lartësuar thot: "Inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin", Allahu pranon vetëm nga njerëzit të cilët kanë devotshmëri. Dhe devotshmëria, ashtu si muskuli, ka nevojë për ushtrim, ka nevojë për punë, në mënyrë që të arrihet devotshmëria dhe të ketë njeriu stabilitet në fenë e tij. Megjithatë, nderuar besimtar, ne gjithmonë siç tham, duhet bëjmë sebepet për të qenë stabil në fe, dhe Allahu i lartësuar thot në hadith kutsi: "O robërit e mi, punët që ju punoni janë punët tuaja. Unë thot u regjistroj ato. Unë u regjistroj ato që ju punoni. Prandaj më mbas thot unë do t'u shpërblej për to. Janë punët tuaja që u regjistroj dhe më mbas do t'ju shpërblej për to.
Kush gjen në regjistrat e tij punë të mira, ta falenderoj Zotin për këtë mirësi që i ka dhënë. Dhe kush gjen ndryshe nga kjo, atëherë të mos kritikoj veçse veten e tij. Nga punët e mira nderuar besimtarë që ne bëjmë pas Ramazanit, është agjerimi i 6 ditëve të Shawalit. Shawali është ky muaj që ka filluar me ditën e sotme. Për gjatë këtij muaji, pra për 29 ditë apo 30 ditë, në vazhdim kemi mundësinë që ta agjerojmë 6 ditë dhe Allahu i lartësuar na shpërblen shumë për to. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: kush agjeron në sama Ramadane, thumma atba'ahu bi sittin min Shawal, kana ka siyamid dahr. Thot kush agjeron Ramazanin, pastaj e pason me 6 ditë nga muaji Shawal, nga ky muaj që jemi në të, është sikur ka agjeruar gjithë vitin e tij. Pse është kjo? Vetë profeti sallallahu alaihi wasallam na shpjegon dhe thot, e mira është me 10 fish. E kur bëhen këto 35 ditë, Allahu i lartësuar na shpërblen sikur kemi agjeruar 350 ditë. Kaq ditë ka muaji hënor. 350 ditë derisa të vi Ramazani tjetër. Thot kush agjeron Ramazanin dhe e pason me 6 ditë nga Shawali, që mund të fillojmë që nesër apo pas nesër, mund t'i agjerojmë të gjitha rresht ose tek të hënetejnte, na jep Allahu i lartësuar shpërblim sikur kemi agjeruar gjithë vitin. Lutim Zotin e gjithësisë na jap stabilitet në fe, stabilitet në besim, stabilitet në anën tonë psikologjike. Lutim Allahun e lartësuar që në vendet islame vendosen to paqe dhe siguri. E muslimanët të ruaj nga kurthet e keqdashësve. E kushdo i cili ngër kurthe kundrejt Islamit dhe muslimanëve, to kurthe Allahu i lartësuar t'u kthejë mbi kokat e tyre. Besmë Allahu i lartësuar të ruaj muslimanët nga keqdashësi, dhe t'i kthejë në fenë e tyre, dhe t'i bëj krenar për fenë e tyre, dhe t'i kthejë Zot tek libri i tij, dhe tek suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të bëhen ashtu siç Allahu i lartësuar i do. Lutim Allahu i lartësuar të na fal gabimet tona, na pranoj adhurimet tona, na ketë bërë nga ata të cilët i ka çliruar nga zjarri i xhenemit, dhe u uroj nga këtu përsëri gëzuar Bajramin dhe çojmë për namaz. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi